Sot shqiptarët nuk emigrojnë vetëm për hatër të fëmijëve tyre, por edhe për hatër të prindërve tyre. Se ne gjithmonë kemi emigruar për hir të fëmijëve. Pra që të fëmijët tanë keni jetë më të mirë. Gjithçka shumë qytetarët e Republikës së Shqipërisë janë duke emigruar edhe për hatër të prindërve tyre. Sepse e dini nëse prindërit e tyre smuren, spitalet publike në Shqipëri ti vdes. Nuk trajton kush nëse nuk paguan. Spitalet private janë shumë të shtrenjta, praktikisht vdes. Këtu vdes në mënyrë të paligjshme, aty vdes në mënyrë të ligjshme, e nga ana tjetër pensioni nuk të del për pothuajse asgjë. Kjo është arsyeja pse sipas statistikave zyrtare 50.000 deri në 60.000 shqiptar largohen çdo vit nga Shqipëria. Mesatarisht 10 vitet e fundit 50 deri në 60.000 qytetar, shumica dërmuese prej tyre të rinj, pra në moshë pune, se ai që emigron sigurisht është aktiv nga pikpamja ekonomike. Dhe kjo është një krizë, unë e quaj gjithanshme, që është krizë legitimiteti nga pikpamja e justifikimit pushtetit në sytë e qytetarëve, por po bëhet krizë ekonomike që reflektohet të mungesën e forcës punëtore dhe në një krizë edhe demografike. Që thot ka më pak njerëz, ka më pak të rinj, ka më pak forcë punëtore aktive, ka më pak kreativitet, ama kam shumë korrupsion.